Dashuria për gjelatin, sindroma e Stockholmit në Shqipëri. Në Shqipëri, më 11 maj 2025, nuk ndodhi thjesht një palë zgjedhje. Ndodhi një tjetër dëshmi e një plagë të vjetër, të rrënjosur thellë në psikikën kolektive, sindroma e Stockholmit. Një shoqëri që përqafon burgun e vet me dëshirë, që i mban çelsat në xhep, por zgjedh të mos ikë kurrë. Kjo nuk është më një çështje partish, emrash, flamurësh apo fjalimeve me premtime boshe. Nuk ka më rëndësi nëse quhen Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta apo Lulzim Basha, ata janë thjesht maska të një makinerie që ushqehet me nënshtrim dhe heshtje. Një makineri që ka mësuar se mund të abuzoj pafundësisht, sepse populli nuk do të reagoj. Do t'i fal. Madje, do t'i adhuroj. Pse ndodh kjo? Sepse kemi rritur breza që shohin shtypjen si stabilitet dhe mashtrimin si aftësi politike. Një popull që mëson të falë çdo gjë, nga vjedhja e votës, te pasurimi kriminal, te poshtërimi publik, vetëm sepse ka frikë nga e panjohura, nga ndryshimi. E më keq akoma, sepse është bërë rehat në burgun e vet. Rinja e Shqipërisë, pjesa më e ndjeshme dhe e pastër e këtij vendi, ka kuptuar se nuk ka vend në këtë teatër absurd. Prandaj largohet. Jo vetëm për para, jo vetëm për punë. Largohet për të shpëtuar shpirtin nga një vend ku gënjeshtra është ligj dhe ku zëri i arsyes dënohet si tradhti. Ndërkohë, ata që mbeten këtu luten për një dritë në fund të tunelit, por me të njëjtat duar votojnë për errësirën. E bëjnë nga frika, nga zakoni, nga propaganda, nga uria. Por gjithsesi e bëjnë. Dhe kështu, Shqipëria nuk është më e shtypur. Ajo është bashkëpunëtore. Një bashkëfajtore që ndihmon xhelatët të ndërtojnë kafazin, e pastaj ankohet që nuk ka ajër. Një shoqëri që nuk sheh më të keqen si të tillë, por si pjesë të natyrshme të jetës. Por nuk është vonë. Nuk ka ardhur ende dita e fundit. Ndryshimi nuk vjen nga liderët e rinj, sepse të rinjt që hyjnë në një sistem të kalbur përfundojnë duke u kalbur me të. Ndryshimi vjen vetëm kur njerëzit e zakonshëm e kuptojnë forcën që kanë. Kur fillojnë të thonë jo. Kur nuk pranojnë më të zgjidhen mes të keqes dhe më të keqes. Deri atëherë, Shqipëria do të vazhdojë të jetojë me sindromën e saj. Do të vazhdojë të dashurojë xhelatët, të thurë lavde, të kërkojë selfie në mitingje, të votojë me mallëngjim. Dhe do të vazhdojë të mirojë, jo vetëm nga varfëria ekonomike, por nga ajo më e rënda, varfëria e shpirtit.